Mirëdita. Mirë djeta në Shëzana. Se erdhe. Ishte një knajtësi që bashkë me zhuan një orësimin. E vlerësoj që më bëhet pjesë e kësaj ore. Takimi sotëm është vetëm për të folur për klasën tënde, rreth vëzhgimit që pamë bashkë. Unë pash një klim të ndërrohë, një komunikim të ndërsjellë të vazhdo shumë një distere dhe zonëzë. Me knajtësi u arrejë si nga pësimi përdoret i fjallarë për shtatshëm, për moshë, por edhe teknologjia ishte në nivelin e lartë. Metodat dhe teknikat e ju përdorën në provë mësimi ishin dhe kishin një qëllim të vetë për të ndihmuar mësimdhënien me në tendencasit. Gjithashtu, i rendëtua mirë dhe puna në grupe, ku ju përfshirë të gjithë nxënësit duke siguruar ashtu në të formë të përfshirjen e gjithë grupeve. Një që duhet evidentuar me knajtësi është edhe përdorimi të teknologjisë informacionit dhe komunikimit. Gjatë zhvillimit të orës mësimore që kishte planifikuar, ishte kjo që më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Gjithsesi doja të bëj edhe një pyetje. Qofse do t'i ishte dhënë mundësia edhe një herë të shqipëri orë ndryshe, apo sipas jush i përmbushur të gjitha pritshmëritë që kishin në këtë orë mësimi, më thuaj si mendoni si shkoi kjo orë mësimi? Faleminderit për përsimin. Dhe ju falenderoj që morët pjesë gjatë kësaj ore diturie në klasën time. Nxënësit u aktivizuan dhe i kryen vetë të gjitha eksperimentet dhe në këtë mënyrë jam e kënaqur sepse ata arritën që t'i realizonin rezultatet e të nxënit, të cilat unë kisha vendosur për këtë orë. Kjo arritja e rezultateve të nxënit u vure edhe në etapën e tretë të punës, ku nxënësit me anë të zhvillimit të eksperimenteve arritën të në përfundimin se trupat të ndryshëm pësojnë ndryshime duke ushtruar forcën tonë. Kjo ishte edhe tema e mësimit që kisha për sot. Nxënësit nëpërmjet ushtrimit të forcës, pra në eksperimentet që ata kryen, vuan re që trupat e ndryshuan formën e tyre. Biles gjatë kësaj ore edhe nxënësit më përshtatshën të nxënë, nëse edhe ju një putre, morën pjesë aktive. Dhe madje njëri prej tyre kreu eksperimentin dhe arriti që ta përshkruante mjaft qartë dhe nxori rezultatet shumë qartë. Në pas të pyetjes që më bët, nëse ju do t'i kishit bërë edhe një herë këtë orë, a do ta kryeni në këtë mënyrë? Po, në këtë mënyrë do ta kryeja. Në këto eksperimente, por me ndonjë ndryshim të vogël nëse do të shtonim ndonjë eksperiment tjetër, ku të tregojë edhe ushtrimi i forcës mbi trupat, nëse do të na lejojë përdorimi i metodave të tjera. Si e kuptuat ju të janë një rezultat? Në bazë të në pjesën e reflektimit, nxënësit kryen rezultatet, kryen eksperimentet dhe arritën vetë të nxjerrin përfundimet për eksperimentet duke treguar se si trupat ndryshonin formë duke ushtruar forcën tonë. Mirë, më pëlqeu në tërësinë e mësimit, edhe tek pjesa përmbyllëse orës, ku ju edhe gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë orës, i vlerësuar nxënësin me fjalët në shprehje, dhe ajo është shumë pozitive, është një motivim që në bani dhe nxënësve. Mendoj se kështu nxënësit duhet të bëjnë edhe një vlerësim, qoftë edhe për shokët e shoqet e klasës, për të parë se sa të aftë janë ata, për të shprehur një mendim kritik apo edhe një vlerësim pavarur. Kjo do të ndihmonte për ecjen e mëtejshme për shprehje kritike, për të volontuar dhe për të marrë një të reja. Keni të drejtë, sepse nxënësit duhet qoftë të bëjnë vetë vlerësimin e tyre gjatë punës, gjithashtu edhe të shoku. Duke bërë këtë gjë, ata i përthithin dhe akoma dhe më mirë njohurit, gjithashtu arrin që të jenë konkurues me njëri tjetrin, të zhvillojnë atë konkurencën gjithë në kuptimin e mirë të fjalës.
Dhe vlerësimi duhet ushtrohet më shpesh në mënyrë që nxënësit të kuptojnë dhe të vlerësojnë për të nxjerrë në pa përgjigjet që ata japin. Duke marrë këto përgjigje dhe duke i analizuar ato, nxënësit arrin të përfiten më mirë njohuritë e reja në çdo, jo vetëm në lotën që zhvillova mësimin, por në çdo lotë. Gjithsesi, për ata që mendova dhe pritshmëritë e mia, disa shkojnë në rregull, sipas pritshmërive të orës mësimit që vendosë ju si mësuese. Por praktikisht edhe unë kisha këtë vendim, gjithsesi jetën e përbashkët përveçse vlerësimit në shprehje apo në fjalë, edhe nxënësit vetë ta kenë të mundësi të besojnë një tjetrin, të përgëzojnë, të falenderojnë. Faleminderit. Faleminderit.